Quhem Desanka Dajqi dhe studioj në shkollën koreografike të baletit. Jam 18 vjeçë dhe kam ardhur në Miss Universe për të prezantuar veten dhe pse jo për një eksperiencë sa më të bukur. Quhem Inkila Hoxha, jam 20 vjeç, vi nga qyteti i Prizrenit, studioj për arkitekturë. Arsyeja pse kam ardhur është se më pëlqen e bukura si vetë dega ime. Jam Erza Januzi, 18 vjeç, nga Prishtina. Studioj në Universum International College, departamentin Design Mode. Miss Universi është njëra nga ëndrat që dua ta realizoj. Përshëndetje, jam Arigona Musshabani, vi nga Kosova, nga qyteti i Gjakovës, jam 20 vjeç, studioj Fakultetin e Edukimit. Unë zgjodha Miss Universe për shkak se është ëndra ime që nga fëmijëria dhe ndërroj që të jem një miss në të ardhmen. Përshëndetje, qem Dea Hasani, jam 25 vjeç dhe vi nga qyteti i Vlorës. Kam mbaruar studimet e larta për drejtësi, më pas kam ndjekur shkollën e pasliçerisë, e kam pas pasion që e vogël. Deri tani jeta më ka treguar se është shumë e shkurtër. Vi në Miss Universe Albania sepse e kam pasur ëndër dhe mendoj se jeta është shumë e shkurtër që mos i ndjekim ëndrat tona. Përshëndetje, jam Venera Gashi, 22 vjeçare, vi nga Prishtina, Kosova. Kam mbaruar Fakultetin Ekonomik, Drejtim i Marketing dhe Menaxhment Biznesi. Arsyeja pse kam ardhur në Miss Universe është pasi që dëshiroj që ta shfaq veten dhe vlerat e mia, gjithashtu dhe pasionin tim, të cilin e kam pasur që nga fëmijëria për fushën e modelimit. Përshëndetje, jam Elmina Resylej, vi nga Italia dhe jam 27 vjeçe. Studioj gjuhë straniere. Kam ardhur në Miss Albania Universe
sepse modelimi ka qenë gjithmonë ëndra jeme që është e vogël. Dhe tani po e bëj realitet, me dhuron një fat. Jam Endi Demneri, 24 vjeç, kam studiuar për art design dhe masterin e kam mbaruar në Milano. Marr pjesë në Miss Universe Albania për të plotësuar ëndrrën time të fëmirisë dhe përmes kësaj platforme për t'i dhënë zë kauzave që kanë të bëjnë me vajzat dhe gratë në Shqipëri.